I dytë Biba është kryetari i shoqatës së bilardës Shkodana që zëvendësonin në këtë post një ish koleg të tij, pikërisht Ardian Vorfa, i ndarë përpara kohë nga jeta pak muaj më herët. Biba, urime për këtë aktivitet që edhe ju kishit pjesën tuaj në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Bilardos. U përfaqësuan edhe 2 bilardistë nga ekipi i Vllaznisë. I kënaqur? Shumë i kënaqur sepse e normale punë ishte arritje për ne. Në ardhë në 8 më të mirë të Shqipërisë për sezonin 2025. Kena pretendimet tona normal edhe për mua nelte, për mua mire për tana, do mbojmë çmosin për këtë sezon. Sahat Sokoli, kampioni i Shkodrës në bilardë, si dhe Samuel Marku, ishin 2 shkodranet që garuan në këtë teqe më të mirë të Shqipërisë. Sipas jush, si garuan? Po të përseohet nuk kena që me folë, se është ka disa vjetë që është në lojtarët më të mirë në Shkodrë, po diskutim edhe në Shqipëni, është po diskutueshme. Kurse Samueli është një perspektivë re, si thonë, është 19 vjeç, shumë djalë i ri, ka dëshirë shumë të madhe. Edhe do shohim si do shkojnë. Shkodra dhe Vllaznia kanë nxjerrë në vite bilardistë shumë të njohur kampion të Shqipërisë, si Malo Ademi, Xhevat Sokoli, Nail Alushi, se ka qenë kryetari shumë vjeçar i shoqatës Bilardos. A do të vijoj Shkodra, tashmë në drejtimin tuaj se të prodhoj të tjerë kampion të bilardos? Çmosin që na me kanë sa më shumë konkurrues. Tash ju e po vetë që tu ka lojtar shumë mirë, pra Shqipënia për dhënë lojtar. Pra ishte Besar Spaju që përfaqëson Shqipërinë tonë në botënor. Një lojtar shumë klasik dhe shumë i mirë. Por na do bëjmë po mundën që na mi përvu kupat Shkodrë, mos milan në për rrëdhët e Shqipërisë. Me që cekëm dhe finalen, shumë emocionuese. Shumë emocionuese finale. Spahju dhe Prenga, fitoj Prenga me rezultatin 7-5. Me saksi edhe me dëshirë po tjetër, sepse ishte përballë një Besar Spahju që dihet mo, kena që diskutuar, është një lojtar më mirë Shqipëni, për mos me thonë botë, por me saksi, me dëshirë, arriti fitoren e tij i lumt. Të nderuar shikues, jam me Idrit Bibën, pikërisht drejtuesin e shoqatës së bilardos Vllaznia në Shkodër, i cili ka zëvendësuar përpara pak muajsh pikërisht kolegun e tij që ndroi jetë përpara kohë Ardian Vorfa. Ishte bashkëpunëtor me Federatën Shqiptare të Bilardos në këtë organizim model 8 më të mirë të vitit. Idrit, urime për këtë aktivitet, sepse me të vërtetë Shkodra mirëpriti bilardon shqiptare, madje me 8 më të mirëve ishin edhe 2 bilardistët e Vllaznisë. Mund të themi që kjo aktivitet i pari i vitit 2026 ishte edhe një homazh për paratën tuaj për ish drejtuesin e bilardos Shkodana Ardian Vorfa. Po, ishte një homazh sepse plani koken që ne do në me bëj këtu, pro plani koken i Ardionit, që do ta bëjmë këtu. Ai nuk arriti fatkeqësisht normal, por mundu në tonën me bëhet si të bëhet tonën. Presidenti i Federatës Shqiptare të Bilardos Edmond Loku në një intervistë tha me ne, premtoi se në muajt e verës në Kurrik do të jetë një super aktivitet në plazhin e Vilipojës, ku do të jetë steka arte i nivelit evropian. Do munduna me bëhet sa më të bukur që të jetë një kënaqësi për tonë. Pra Allah që e shef në televizor, Allah që është e po live, edhe për bilardistat vetë që mu kënaqë edhe ata, sepse normale e punë se sporti ka dhe kënaqësinë vetë, nuk është se s'bën me ço. Do mbojmë po të mundën me shumë mundësi e realizojmë, edhe inshallah na shkan morë. Biba, faleminderit edhe një herë për këtë intervistë dhe urime për gjithçka keni kontribuar në këtë periudhë që drejtoni bilardën në Shkodran, dhe kjo aktivitet e tregon më së miri çfarë Shkodra ditë organizoi. Takimi i parë i bilardos shqiptare pikërisht në Shkodër. Po tjetër. Edhe një urime. Shumë faleminderit.